Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin e plotë të marrë ndaj ankimimit të ish-presidentit të Republikës Ilir Meta lidhur me masën e sigurisë arrest me burg, të cilën kreu i Partisë së Lirisë e konsideron si një masë jo proporcionale në shkelje të prezumimit të pafajësisë, trajtimit njerëzor apo si diskriminuese për shkak të zgjedhjeve të 11 majit. Në vendimin e gjykatës kushtetuese theksohet se në të gjitha shkallat e gjyqësorit është justifikuar masa arrest me burg, duke u bazuar në prova mbi dyshimet e arsyeshme ndaj Metës. Gjykata vlerëson se gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm kanë arsyetuar veprimet ose mosveprimet të cilat kërkuesi dyshohet të ketë kryer në kuadër të elementeve të veprave penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë, të kryera disa herë dhe në bashkëpunim. Gjykatat e zakonshme kanë vënë theksin se në bazë të materialeve dhe provave të grumbulluara gjatë hetimit, ekziston dyshimi i arsyeshëm që kërkuesi të ketë kryer vepra penale për të cilat dyshohet. Në vendimin e zbardhur të gjykatës kushtetuese thuhet ndër të tjera se në çështjen penale ndaj Metës ka fakte dhe informacione që arrin të bindi një vëzhgues të jashtëm se ai mund të ketë kryer veprat penale për të cilat dyshohet, ndaj nuk mund të arrihet në përfundimin se kufizimi i lirisë së tij është kryer në mungesë të dyshimit të arsyeshëm, por a është proporcionale masa e sigurisë ndaj ish-kreut të shtetit. Për sa kohë që masa e sigurimit personal ndaj kërkuesit është vendosur për një qëllim të lishëm, garantimin e mbarvajtjes së procesit penal në ngarkim të tij, ajo nuk është jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes dhe nevojave të sigurimit, si dhe është në përputhje me rregullat procedurale të KPP-s për caktimin e saj. Për rrjedhoj, pretendimi i kërkuesit për cënimin e lirisë personale është i pabazuar. Ndërkohë kushtetuesja nuk mori në shqyrtim pretendimin për diskriminim lidhur me zgjedhjet e 11 majit si një nga liderët e opozitës. Në vendimin e zbardhur thuhet se Meta pretendimin për diskriminim për shkak të zgjedhjeve parlamentare të datës 11 maj 2025 dhe se ndaj politikanëve të tjerë shqiptar janë dhënë masa më të lehta shtrënguese, e ka parashtruar për herë të parë në gjykimin kushtetues, duke mos shtruar mjetet juridike që ka pasur në dispozicion, por rrjedhoja ato nuk mund të merren në shqyrtim.